Posta shqiptare kryen 135.000 transaksione në ditë në 533 zyra aktive. Zëvendës kryeministrja, njëherësh ministre infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, e konsideroi një nga shoqëritë publike më të rëndësishme dhe më vitale. Por nga ana tjetër mbetet gjithmonë një nga kompanitë molekulare shtetërore, pasi vetëm posta shqiptare është e shpërndarë në të 4 anët e vendit tonë. 533 njësi, zyra, operojnë dhe ofrohen me mira shërbime gjatë ditës, duke e bërë këtë një nga ndërmarrjet më vitale të vendit tonë, që i shërben çdo cepi, që i shërben për shërbimet postare, por nga ana tjetër edhe për shërbimet financiare. Vitet e fundit janë bërë një saj të gjithë punës mirë të grupit tuaj, të kësaj skuadre, janë bërë disa inovacione, të cilat kanë ndryshuar dhe kanë reformuar tërësisht mënyrën se si ofrohet tashmë shërbimi në postën shqiptare. Megjithatë, ne presim shumë më shumë. Posta i ka të gjitha mundësit, pikërisht për shkak të shpërndarjes dhe të shtrirjes së saj, për shkak të pjesës teknike që ajo mbart, për shkak të komponentëve financiar që ofron si shërbime, ka të gjithë mundësinë për të bërë pararoj e zhvillimeve teknologjike dhe digjitale në shërbimet që ofron. Tashmë pranë sporteleve të postës shqiptare, aktualisht ofrohen 51 shërbime financiare, 20 shërbime postare dhe mesatarja e transaksioneve ditore shkon deri në 65.000 transaksione financiare.